Ata janë njerëz me histori të trishta, shpeshherë të braktisur nga familja dhe në shumë pak raste nga zgjedhja e tyre personale. Janë njerëz pa çati mbi kokë dhe vetëm me rrobat që mbajnë veshur, të cilët enden rrugëve në kërkim të një skute, ku nuk i prishin puna skujt dhe shndërrohen në qenie thuajse të padukshme. Aq të padukshme, sa që edhe kur i ftohti është më jashpër se kurrë, ata dërgjen rrugëve në tentativën për t'i mbijetuar edhe dimrit të këtij viti. Në qendër të Tiranës, aty ku kalimtarët janë të shpeshtë edhe në mesnatë dhe kur temperaturat shënojnë nën zero, 3 të pas 3 luftojnë çdo natë me të ftohtin. Vladimiri, një prej tyre, prej 16 vitesh bën të njëjtën jetë, nëse mund të quhet e tillë ajo e tia. Vladimir, ke familje? Pa të familje, po dhe të nivel. Kam rreth 19 vjet të jashtë futur nga ilgura ime. Për sa kohë jeton në rrugëve? Ta dhe 50 vjet. Po nuk e ftoht tani që janë dhe temperaturat më të ulta? Po kam shumë të po të bëj. Ushqim ku gjen? Me ça ushqehesh? Me gabane me torino. Bashkëvuajtës me Vladimirin, ky burr mendon se shpëtimin nga i ftohti do ta gjejë te këta plastmas, me të cilët mbulon çdo centimetër të trupit. Ai duket se nuk do ta pranoj kurrë gjendjen fatkeqe në të cilën ndodhet, pa çka se me rebelim thot të kundërtën. Po pse ri këtu atëherë? Ka të përshpar. Për sa kohë është ri këtu? Po qenë jetë e ege. Pak kilometra më tutje pas stadiumi Qemal Stafa, syri të kap disa karton dhe batanie të vjetra. Me pak vëmendje mund ta kuptosh që janë të tjerë njerëz që flen në rrugë, më të shumtë në numër. Këtu takojmë edhe njërin prej tyre, i cili kalon trotuarin dhe shkon të ndezë zjarrin e darkës. Qamili, 52 vjeç, është një prej të pastreve mbase më të rregjur dhe më zemërthyer të kryeqytetit. Për çfarë të shërben ky zjarri? Mos luftohër, mos mërdhef. Se o ngritë e keqe. E më kanë thënë ma 2 ditë dhe jetë më shumë ngritë. Mos mërdhef. Do thush do vi policia, letë vi e di policia që jam rrugëve. Ai rebelohet kur i kujton gjendjen dhe të ftohtin e këtij janari, që i haron vetëm ato pak sekonda kur zjarri i ngro duart dhe i rikthen buzëqeshjen. Sa vite ke që jeton jashtë? 20. 20 vite që jeton jashtë? Po. Nuk e gjetur asnjë zgjidhje gjatë kësaj kohe? Ku të gjetë zgjidhje? Ku të zgjidhje, bre? A u ngopën ta qeveritarët njerë? Ta po su ngopën vetë nuk pyesin për rrugtarin, kjo rrugëve. Nuk e frikë se mos ndodh ndonjë gjë e keqe? Po ndodhe, njëherë mirë, atë dua. Njëherë mirë. Qa frike do kemë? Zjarrit është. Drudi ku mafër. Qa të bojmë? Qa të bojmë? Ku të shkojmë? Kjo e organi fukarajtë sash. Ta të flasë mu. Natën e sotme, Qamilit ja kanë zënë shtratin. Ja, këtu fleon. Ka arë këtë tjetëri sonde nga Kosova. E takohem gjithë këtë banka, pim kafe bashkë, dinja që në Tiranë, ja. Unë do marrë pastaj një robe, do marrë i karton, do në shtrien. Një këtuja, tu, ku të fërmi. Para se të sajoj një tjetër qoshe për të fjetur, Qamili e ka një apel. Ju po të keni musi ndimoni, s'keni musi. Nga kush kërkon ndim? Nga shteti, jo nga ju. Nuk ka shpi, repart të shtarak, nuk ka. Ka për njerëzit, një dhomë ti, një ti, mos flemë për balkone, të dumë mo. Mos dumë në palat 20 kaqë. Qa të flasë mo. Por të pastrehet nuk janë të vetmi që enden rrugëve të Tiranës për t'i mbjetuar varfërisë dhe të ftohtit. Jetës së tyre të vështirë u bashkohen rojet, punëtorët dhe pastruesit të orëve të vona, të cilët gjithashtu janë të vuajturit e heshtur të këtij dimri të acartë.